Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme do të sjellim historinë e një burri nga Korça me emrin Fiqiri Adesllari. Është 68 vjeç e në fakt në rinin e tij u dashurua me një vajzë nga Shijaku. Ajo nuk kishte asnjë vëlla. Dhe ky 68 vjeçar jetoi për vite të tëra si një dhëndër në shtëpinë e bashortes së tij të ndjer pasi e ka humbur nga kjo jetë. Në fakt, nga një sëmundje e rënda e u largua nga kjo jetë, por bashorti akuzoi bluzat e bardha të qytetit të Durrësit se ata e neglizhuan rastin dhe ishte faji i tyre, neglizhenca e tyre që bashortja e tij e ndjer Mereme Adesllari u largua nga kjo jetë në moshën 61 vjeçare dhe çifti kishte sjell një jetë një vajzë. Kanë kaluar disa vite nga largimi i bashkëshortes dhe Fiqiriu ka jetuar së bashku me vajzën në atë shtëpi thuajse të shkatëruar në zonën e Shijakut të bashkëshortes së tij. Ka ardhur sot në studio, në fakt jo të kërkoj ndihmë, por të kërkoj drejtësi për bashkëshorten e ndjer. Ai ndohet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, ju uroj për emisionin dhe një vit të mbar gjithë ju edhe emisionit tuaj. Edhe pse ka kaluar disa kohë, disa vite, le të themi, nga humbja e bashkëshortes, dua të t'jap ngushëllimet e mia të sinqerta sepse e vuan, edhe sot e kësaj dite është një plagë e madhe për ty dhe për vajzën. Po, vitet ikin dhimbja ngelet e njëjtë. Ta nisim historinë në të cilën gruaja smuret ka qenë ngushtë. I dashur Fiqiri, unë do ulem këtu përballë teje dhe ti do marrë vesh të gjithë të histori ditën e sotme, sepse gazetarja ime Klaudia ka përgatitur edhe një material, madje ju keni dërguar edhe foto për të qenë transparent dhe i vërtet me publikun, fotot e banesës ku ka jetuar, regjia do na ndihmoj, një banesë e pabanueshme realisht, unë nuk e di se si Fiqiriu ka jetuar me vajzën e tij në ato vite e vogël, vajza, kanë jetuar në këtë shtëpi totalisht të shkatëruar. Ka kohë që është larguar nga kjo shtëpi dhe nipi ka hapur derën që të marri xhaxhain dhe të jetojë aty, por sot nipi do e shesi apartamentin e tij dhe Fiqiriu, ky 68 vjeçar me vajzën e cila është e smur, ngelet në qiell të hapur. Do të jem gjatë sot me këtë histori me shpresën që zëri i tij do dëgjohet, por fillimisht i dashur Fiqiri do të marr lejen. Po. Sepse dua të bëj një lidhje me një djalë që ka humbur nënën. Ju e dini që Pa Gjurmë bën histori të personave të humbur dhe me lejen tënde pak minuta do t'ja kushtoj historisë së Pashke Prengës. Një 78 vjeçare nga Lezhë, dashur miq, e cila është trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka kaluar më shumë se një muaj, jeni duke parë pasaportën televizive. Kjo është Pashke Prenga, 78 vjeç, vendlindja Lezhë, është larguar nga banesa e saj në 4 janar të këtij viti, është mbushur muaj, më shumë se një muaj dhe gjurmët e fundit të saj janë po nga Lezhë. Ndërkohë që familja është në kërkim ende dhe nuk ka gjetur asgjë për fatin e Pashke Prengës, që sot unë e sjell në fokus me presën se dikush mund të na ndihmojë me informacione. Familja kërkon të zbulojë të vërtetën, çfarëdo që mund të ndodhur me jetën e saj, të zbulojnë të vërtetën për historinë e Pashke Prengës. Por fillimisht, për ata që nuk na kanë ndjekur, dua të prezantoj një kronik, një material që kemi përgatitur për 78 vjeçaren dhe rikthehemi në studio pasi do të jem sërish ditën e sotme në një lidhje me të birin e saj, Zef Prenga. Familja e Pashke Prengës, 78 vjeçares, jeton në ankth që prej datës 4 janar, dita kur ajo nuk u kthye më në shtëpi pas rutinës së saj të zakonshme. Pashke Prenga, nën e 5 fëmijëve e cila kishte humbur bashkëshortin vite më parë, jetonte me një prej djemve të saj në qytetin e Lezhës. Nëna juaj jetonte me ju apo me vllajin tjetër? Me mua, se vllai jeton jashtë, po ka shluar në Shqipëri. Ka vazhduar rutinën si çdo ditë. Dilte rreth orës 9 mëngjesit, zbritej deri në qytet, shiste bimë medicinale, shërbel. Shëtiste atë rrugën e përditshme nëpër qytet dhe u kthente te shtëpia. Ne kishim një orar, pavarësisht mund na lëvizte me 1 orë maksimumi, që ajo vinte në shtëpi, sepse ka pas një lëvizje rutinë të saktë, se unë kam ndjek gjithë disa herë nga mrapa pa e ditë si jam të ndjek. Me pa se çfarë rrugë si hec, si kalon rrugë. A kishte shprehur nëna diçka atë mëngjes apo një ditë përpara? A mund të ndodhur diçka në familjen tuaj atë mbrëmje?
Asgjë e ka dalë si ditë të tjera. Çdo ditë rreth orës 9 të mëngjesit, ajo dilte nga banesa për të vizituar qendrën e qytetit, kur shiste bimë medicinale. Nuk mbante telefon me vete dhe nuk e kishte zakon të largohej për orë të gjata, prandaj mungesa e saj u bë menjëherë shqetësuese për të birin, Zef Prengën. Kemi vënë dieni policinë, se ishte herët për denancim, po për dieni që mos e kontaktonte patrulla policisë. Një foto e shkëputur nga disa kamera sigurie dhe konkretisht në çfarë vendi të Lezhës Zef është kapur ky moment? Ai foto është të rreth rrotullimit të katedralja e Lezhës. Por rreth çfarë ore ka kaluar në këtë rrugë nëna juaj, keni mundur dot nga kamerat e sigurisë ta identifikoni dhe orarin? Në orën 12:10 të drekës. Dhe nëna juaj ka një ombrell në dorë, një qese, le të themi, me bimët që ka dilte çdo ditë në qytet dhe i shiste. Edhe i çadër. Po, një çadër, një qese me bimët, e veshur e gjitha me të zeza, i jap këto detaje për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Pamjet e fundit nga kamerat e sigurisë e kapën 78 vjeçarin në lagjin Shehër, pranë kalas e Lezhës, e veshur me rroba të zeza dhe me një shami të zezë në kokë. Pas këtij momenti, ajo nuk është parë më. Familjarët kërkojnë ndihmën e kujdoj që mund të ketë informacion mbi vendodhjen e saj. Çdo detaj sado i vogël mund të jetë vendimtar në gjetjen e të moshuarës. Kjo është historia e kësaj të moshuare nga Lezhë Dashurmi që ka 1 muaj e humbur dhe ende nuk dihet drejtimi i saj, drejtimi është i paditur, nuk dihet asgjë për fatin e Pashke Prengës dhe unë në këtë moment dua të përshëndes djalin e saj, Zefin, dhe e përshëndes. Zef, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. I dashur Zef, e kuptoj dhimbjen që ke për humbjen e nanës. E kuptoj dhimbjen që keni të gjithë si familje për humbjen e kësaj të moshuare, e cila ka mbushur më shumë se 1 muaj dhe ju ende nuk keni gjetur një shënjete, një gjurmë të saj. Dhimbje edhe ankth që na shoqëron çdo minutë, po s'kemi që të vëjmë. E në fakt, kur bëhet fjalë për të moshuar dhe të mendosh që ndoshta ndonjë sklerozë që mund t'i ketë prekur, janë larguar, kanë humbur rrugën dhe nuk dihet drejtimi të cilën ka marrë dhe ndoshta urojmë që ngjarja mos ketë një fund fatal, të meni një lajm të hidhur për nënën tuaj, uroj që ajo të ndodhet diku, por ju keni bërë shumë kërkime, ju, policia, gjithë familja, por edhe ato pak informacione që kanë ardhur në studion e emisionit pa gjurmë, realisht nuk kanë çuar në gjurmët e saj, nuk është zbuluar asgjë për nënën. Kjo më bën habi, përshtypje, pikpyetje të mëdha. Çfarë ndodhi me këtë të moshuar? Doli nga shtëpia dhe humbi. Ajo doli në qytetin e Lezhës, e pan qytetar dhe dyshohet se ka marrë rrugën dhe ka shkuar në një fshat, por çfarë ka ndodhur me fatin e saj? Ne kena kërkuar zonë, se aty kemi ngel në atë zonë. Dhe e kemi kërku ku hec njeriu, sa mundësi ka pas ajo me hec me kam. Po, për shkak të moshës... Njerëzve tonë, shoqërisë, policisë. E kemi kërku cep për cep. Dhe vazhdojmë kërkojmë. Na javin informacione, në është pa dashje dhe jo të sakta, po na prap shkojmë me i kërku, me i vërtetu. I dashur Zef, ditën e sotme, realisht kërkuat ishit me mua në këtë live, sepse ka kaluar një kohë kaq shumë e gjatë dhe duke sikur ato shpresat humbasin tek ju për ta gjetur atë. Ke vendosur sot të vendosësh një shumë parash në dispozicion për çdo që mund të ndihmojë për gjetjen e nënës, për të mësuar të vërtetën e saj. Po patjetër, unë plus që të shpërblej me një shumë parash, atë që m'jep informacion që më qenë në gjetjen e nënës, do shpërblej me një shumë parash, 10.000 euro, por edhe do jem mirënjohës, se na jena në hallin më të madhin të jetës tonë.
Pra, familja juaj... Po? Në dikush ngurën me bashkëpunon këtë pjesë, në është i duket sigur e kam thënë edhe më herët, dikush mund mendoj se s'patë mundësi me animu ose mund ta ndjejnë veten fajtor për pjesën që nuk kanë pas mundësi me animu. Kjo nuk kanë pas ndonjë detyrim. Thjesht moral, njerëzor e gjithë punë. E qartë, nuk jenë fajtor se s'mund e kanë ndihmu. I dashur Zef, të kuptoj qartë dhe ju po tregoni në këtë transmetim që familja juaj, familja Prenga, vendosë në dispozicion 10.000 euro, kushdo që do ndihmoj për gjetjen e Pashke Prengës, dhe regjia të na nxjerrë foton e kësaj të moshuare. Në fakt kemi një pasaport të përgatitur, por dhe foton e fundit që familjarët kanë mundur të gjejnë nëpërmjet kamrave të nga bizneset private, janë gjurmë të saj të fundit, pikërisht kjo është fotoja e fundit që familja ka siguruar, ku Pashke Prenga, kjo 78 vjeçare, me një çadër në dorë, veshur me të zeza, me shami në kokë të zezë, me një qese që aty padyshim ka bimët medicinale që ajo mbante dhe shiste në qendër të qytetit. Këto janë gjurmë të fundit të saj që fëmijët dhe konkretisht djali Zef Prenga ka mundur do të sigurojë prej datës 4 janar të vitit 2026 në qytetin e Lezhës. Ndërkohë që kushdo që ka informacion, regjia të vendosi edhe pasaportën që të duket qartë imazhi i saj, ballor Pashke Prenga, 78 vjeç, ka humbur çdo kontakti me familjen, prej datës 4 janar të këtij viti është mbushur muaj dhe ende nuk dihet asgjë për të moshuar. Kushdo që ka informacion mund të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë. Ne shpesh i japim kontaktet tona, ju i keni poshtë ekranit tuaj të dashur miq, kemi një numër celular dhe një numër fiks, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Kushdo që jep një informacion të saktë për të moshuar, të humbur, i biri i saj Zef Prenga ka vendosur në dispozicion një shumë parash prej 10.000 euro nëse ai do arrit ta gjejë nënën e tij, dhe unë i dashur Zef ta uroj me shpirt që të gjendet nëna juaj dhe uroj që ajo të jetë shëndoshë mirë. Faleminderit. Juve kryesisht për të gjithë atyre që na ndihmojnë me në informacion, sepse ne po jetojmë në ankth çdo minutë çka ka ndodhur me ta, ku është. Dhe të besoj. Kjo na ranon edhe ne shumë, po ç'të bëjmë. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të kemi ndonjë lajm, ndonjë informacione, do mbetemi bashkë në kontakt dhe lutemi që të zbulohet e vërteta dhe të gjendet shëndoshë mirë zonja Pashke Prenga. Të falenderoj Zef. Faleminderit për jush. Respekt. Faleminderit. Mirë, isha në këtë lidhje direkte nga Lezhë me djalin e Pashke Prengës, kësaj 78 vjeçare të humbur prej 4 janarit të këtij viti, që nuk dihet asgjë për fatin e saj. Ju bëj dhe një thirrje dashur miq, kushdo që ka informacion, kushdo që di të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, mund të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë, dhe ndonjëherë familjet kur humbasin shpresën se mund të gjejnë familjarin e humbur, janë të detyruar të vënë dhe shumë në dispozicion parash për çdo që mund t'i ndihmojë me informacione, dhe këtë gjë sa po bëri i biri i Pashke Prengës, Zefi, i cili e theksoi ka vendosur një shumë parash prej 10.000 euro në dispozicion për çdo qytetar që do ndihmojë në gjetjen e nënës së tij, dhe uroj që të gjente zonja Pashke Prenga. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar në këtë momente me një tjetër histori. Do të jemi me historinë e familjes Asdheslari, fishëri nga Korça. Ky 68 vjeçar ka ardhur në studio për treguar një histori të dhimbshme se si e humbi bashorten nga kjo jetë dhe shumë vite në një betejë me drejtsinë shqiptare. Por kush është historia? Dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur për 68 vjeçarin nga Korça dhe rikthehemi në studio. Fishëria Adheslari, 68 vjeç, përjeton prej vitesh një histori të dhimbshme humbjeje që nisi në vitin 2013 me ndarjen nga jeta të bashkëshortes së tij, Mereme Adheslari.
Në atë vit, Mereme pati probleme të rënda shëndetësore, si pasojë e mpikësisë së gjakut. Ajo drejtua uniformave të bardha në Durrës, por sipas familjarëve, gjendja e saj nuk u vlerësua siç duhej. Mjekët i thanë se bëi fjalë për një ftoje të thjeshtë dhe u la pas dore pa marrë trajtimin e nevojshëm. Gjendja e Meremes u përkeqësua dhe më 23 shtator 2013 ajo nda nga jeta në moshën 61 vjeçare. Por vështirësitë nuk përfunduan me kaq. Një tjetër problem i madh për Fiqiriun dhe vajzën e tij Brunildën është banesa, shtëpia që nëna e Meremes i kishte lënë vajzës në Shijak. Ajo është një shtëpi private, e vjetër dhe pa banueshme, e mbushur në lagështirë. Rreth 6 vite më parë, Fiqiriu dhe vajza e tij u detyruan ta braktisin shtëpinë, pasi kushtet e jetesës u bën të pamundura, që për asaj kohe ata kanë jetuar në shtëpinë e vllajt të Fiqiriut, por sot kjo stre është në rrezik, pasi nipi i Fiqiriut kërkon ta shesi banesën, duke i lënë ata sërish të pastre. Në fakt, historia është e dhimbshme. Dua ta nisim bashkë momentin kur bashkëshortja jote e ndjer u sëmur dhe ti e dërgove në spital. Odeta, të përshëndes, të falenderoj, të uroj ty edhe stafin, televizionin Faleminderit. Report TV, dhe një vit të mbarë. Në 2013, në gusht, ka qenë data 20, ka qenë mbasdite, gruaja thot, nuk jam mirë, më dhe më krau. Edhe nuk qëndronte, shkoj marrë komshiun unë, ajo është në Itali, sot ai komshiu. Po. Kishte një makinë vetur, i them kështu. Po thot, nisemi në Shijak, doktori e viziton, aty më thonë mua do bëhet mirë. Mirë, mbushi recetën, shkova mora unë gjilpera. Kostuan 5.000 lekë, gjilperat. E qartë. Mbaron çdo detaj. I berën qetësuese, me atë shoferin, e sollëm në shtëpi gruan. Nga ora 10-11 shu, u përkeqësua gruaja. Më tha mua, mos shkoni komshiu, më tha. E fa, kisha kunatën, edhe kishte dhëndrin nga kavaja. E qartë. E kishte në shtëpi dhëndrin. Po. Shkojun aty kur ai në poshta, ora 11. I them kështu. Kunata nuk e mori vesh. Ikëm ne, erdhi në Shijak, në Goxhas, e morëm. Dhe e çuat sërish në spital. Me gjithë gocën. Po. E ka ngarë këtë makinën me shpejtësi, valla i thash, u trimba dhe unë, s'kisha si i thosha. E quam në spital. Për herë të dytë. Doktori Roje. Që nga Shijaku, atë ditë, po, i bërën qetësuesen, u përkeqësua. Gjilperat i mora me vete unë, i mora gjilperat që mora në Shijak, që dha ky. Dhe shkove në Durrës. Në Durrës. Po, në spital, në urgjencë, po. Doktori Roje, aty, eshe gruan edhe, gruaja në dorën e djathtë kam edhe letrën, e kishte të nxirë këtu, si të vrarja, si që kam unë këtu. E qartë, në pikësi e gjapo. Piksja. Po. Edhe sa doktori, e ka vrarë gruaja gishtin? Jo, thash unë, i dhimë, thash po, se ka vrarë. Dhe ky hap celularin edhe merr në telefon një doktor. Po më duket se doktori në Gjakut. Nuk e di se këtë doktor, po i Gjakut do ketë qenë. Edhe në kohën që kishte me kapak celularin, e ve në vesht edhe pa biseduar, thot, kjo rrezik është për Tiranë, tha. Flit me atë, i lëviz gishta, thot, po, e ka gishtin e nxirë, i thot ai në telefon. Ta shoj ortopedi. E mbyll kapakun e tha, ta shoj ortopedi, më tha mua, edhe iku andaj. Ngela unë me gruan aty. Ky shoferi iku. E qartë. I Shijak. E qartë, ti ngele me... Aty edhe iku doktori. Spitali në atë kohë nuk figuron të kështu që ishte i rrmujt, nuk gjenje do të vend. Në urgjencë. Ikëm në shtëpi, në mëngjes, marru një doktor nga Shijaku. Mi po, groja ime e njinte e këte, doktorin. Ky nuk ka lidhje, mora unë, e pa, edhe erdhi, pas doktori mirë. E pa edhe tha, dëgjo tha, kjo tha, mund të ketë, tha, një blokim
gjaku, tha, unë nuk jam i kësaj fushë, tha, po mund të ketë, tha, po do të shoj ortopedi Artan Myndereizi. E qartë. Ikën ky, shkojmë në doktori në Durrës, në ortopedi, për të dytën herë. E qartë, ditën e dytë. E shikon ky, e më thot mua, shko bëj një grafi edhe ma sill këtu, thot doktori. Bëj grafin unë, e ve në gjanë, thot, ramatizëm, thot. Ramatizëm. Jep ilaç, një hapje që shkrishe E qartë, medikamente si gëlqere. Po. Edhe një hapje, kostuan 9.000 lekë. Po pak rëndësi ka edhe kostën e lekëve. E di që do të jesh transparent për gjithçka. Pra, mjeku, le të themi, tha ka romatizëm. Romatizëm. Dhe ajo piksja e gjakut vjen nga romatizma? Ky shjakut se harrova, tha ftofje. Se harrova të thosha. Ka ftofje, tha. Ftofje i shjakut. Edhe dha gjilpera, ishin të bardha ato gjilpera, Po pra, 5.000 e lekë. qartë, por askush nuk Nuk vinin kontradita smundjet, doktori me doktorin. Askush nuk mori masa nga mjekët për të kuptuar pse ajo piksja e gjakut Jo. në gisht, ajo ishte fatale, ajo i mori jetën. Ajo. Trashja e gjakut solli vdekjen e bashkërtisë. Askush nuk e mori përsipër. Tash i zonjë, i berëm grafin edhe e paju, merr këto ilaçe, tha, edhe do vish prap. Gruaja u përkeqësua, prit se të bëhet mirë, nuk s'po beshe mirë. Ka qenë e shtunë, Po, shkoj në Durrës unë, prap. E qojmë në Durrës. Jo, marr një shofer nga Shjaku, komshi, me makinë, E edhe qartë. shkojmë prap. e qartë, por sepse koha televizive fluturoni, dashur Fiqiri, dhe dua që sot ta dëgjojmë me vëmendje gjithë historinë tuaj, por më tregoni çfarë ndodhi pikërisht ditën e ndrimit të jetës të bashkëshortes tuaj, që ka qenë viti 2013, çfarë date dhe muaj ka ndruar jetë? Më 23 shtator, 23 shtator të vitit 2013. Çfarë ndodhi? tash shiko. Shkuam në Durrës, më thanë mua do shkosh në spitali numër 1 Po, në Tiranë. në Tiranë. Po, Kisha këtë komshiun unë e i thash, do shkojmë në Tiranë. O, tha, nuk vi tha në Tiranë. Mor po thash unë, sa të bën do të paguaj unë, thash. po mbrite në Tiranë. Arritëm në Tiranë në spitali numër 1. Gruaja ndrojet në spital apo në shtëpi? Gruaja e pa doktori Po, ishte nga vizita ande, erdhi, sa e pa gruan time, tha, je me vonesëm, tha mua. Nuk kam se ç'bëj, nuk e marr përsipër, tha. Edhe ti kesh lekët me thas, tha, jo me xhep, tha, edhe në Amerikë ta çosh ti s'ke ç'bën me. po çfarë kishte ndodhur me gruan tuaj? Pra çfarë Tashi, diagnoze? Ky tha që kjo, tha, ka bllokim gjaku, tha. Bllokim gjaku. Në vena. Në vena, në damarin e dorës djathtë. Është bërë bllokimin në damarin e dorës së djathtë, po? Ja e kam edhe këtë. Dhe nxirja e dorës kishte ardhur pikërisht nga kjo Në gjë. gishtin. Po? Edhe do t'i prish se gishti. Ishte vendosur, po, kur arriti që ashtu, ata bën ekzaminimin. Doktor Larua, këta janë Pra, gjithë- me pak fjalë, zvarritja e mjekëve në Shljak dhe në Durrës arriti ishte që fatal humbi që jetën, humbi humbi jetën. Ajo ndroi jetë në spital apo në shtëpi? në spital, e shtruam në spital, Po, në Tiranë? jo, në Durrës. Në Durrës? Nuk e mbajt jeju. Tha, nuk e marrë përsipër, tha unë, gruan tende. Kjo, tha, do shty, tha, edhe vërtet 2 javë shty edhe ndroi jetë. Si që tha, aju ishte i përgatitur doktorin Tiranë. Aju ishte e snab doktor. Edhe tha, çfarë kanë bërë doktorët e Durrësit? Thash unë, njeri thot ftofje, thash unë ai Shjakut, ky i Durrësit thot reumatizëm. Bo, tha. Ta pas kanë marrë në qafë gruan. Tashi, unë aty zu po qanja edhe e pa ky, edhe tha, ka një të mirë që lëviz gishta, tha, po ndo t'jap, edhe dha gjilpera, kustuan 85.000. Po. 8.501 gjilper. E qartë. Të bëj këto, tha, edhe të vijë, tha, në doktori Andi Spirolari, ishte një që është për venat, tha. Unë nuk jam për venat, tha. Po si të mbaroj këto, gruaja nuk arriti do të mbaron. Të mbaron të gjithë kurën dhe ndroi U jetë. përkeqësua edhe më çojnë urgjent në spital, u shtrua. I dashur Fiqiri, e qartë, e kuptoj. Ti bëri çdo lloj përpjekje që ajo të mbijentonte, por e pamundur, ndroi jetë shtatorin e vitit 2013. Nga doktorat pa fuqishëm, të pa. Ti i denoncove mjekët bluzat e bardha për neglizhencë? Po. Jeni një betej ligjore me ta? Po, tashi, unë
s'kisha mundësi të kap një avokat me ashu lek, edhe më dha Ministri të Drejtësisë avukatën Burbuqe Gjivori. Po, e cila do të përfaqësonte, le të themi pa pagesë. Po, edhe i tha gjyqtari, po tha, kush do ta paguaj, tha, kështu tha, e ka dhe Ministri të Drejtësisë, i tha avukatja. Edhe avukatja më tha mua, e fituam gjyqin, më tha mua. Po mirë, u gëzova edhe unë. Ashu marrë avukatën, i them, jo, tha, kam pasur punë, më tha mua. Tani kur themi fituam gjyqin, ti kërkove që të merresh, le të themi, një dënim për mjekët, apo kërkoj një dëm shpërblim? Unë dëm shpërblim, se... Pra, ti kërkoj një dëm shpërblim, pikërisht nuk për leverdiste për me quar në burg, për doktor, humbjen ose për të nxjerrë. Le të bëj çardoj shteti. Unë të ashu asaj fëmije. A ke një vendim të gjykate? Ata më dhanë mua, më ka sjellë ai postieri, po se ku e kam lënë nuk e Se gjej. është e rëndësishme që ne të kemi një vendim gjykate për të kuptuar se çfarë ka vendosur gjykata. Pra, ti ke mësuar lajmi nga avokateja që e keni fituar gjyqin, dhe nëse ti ke kërkuar dëm shpërblim, ke fituar gjyqin, do të thotë ke fituar. E pa shmbyllur, e kanë mbyllur. Por që pas kuintave i dashur fiqëri që dhe ne të jemi korrekt dhe të jemi edhe nga ana profesionale korrekt me çdo kënd, me çdo institucion dhe me çdo emër që përmendet, pas kuintave, edhe nëse nuk e ke atë vendim gjykate, do na vësh në dispozicion numrin e avokates të flasim për të kuptuar situatën reale, domethënë çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka vendosur gjykata që më pas edhe ne të ndihmojmë. Por dua të pyes. Pas vdekjes së bashortes ti ngele me vajzën e vogël. Po. Ku jetove, te kjo shtëpi? Në kjo shtëpi dhe pasaj ta i ka në shtëpi e vllaj. Sa kohë ke qëndruar te kjo shtëpi, se është e pabanueshme? Në kjo shtëpi ne ndenjëm deri në si ndroi jetë gruaja në 2013-ën. Ndajja një 4-5 vjet. Pra ke qëndruar me vajzën tënde 4-5 vite në këtë shtëpi dhe më pas e pa mundur ike. Ika. Dhe shkove ku? Në shtëpi e vllajt në Shkozet. Në Shkozet. Një shtulla. Po, ishte, le të themi, vllai apo fëmijët e tij që të hapën derën? Vllai, kur erdha unë, kishte ndërruar jetë. Ka qenë nipi? Nipi, po ishte në Itali nipi. Nipi jetonte në Itali dhe të la shtëpinë. Bashkë me nënën e vet. E qartë, dhe të la shtëpinë që të jetoje me vajzën për shkak se nuk mundesh të jetoje në këtë shtëpi. Por çfarë ka ndodhur tani? Tashi ai kërkon ta shesi apartamentin? Ai kërkon shtëpinë se do ta shesi. Thotë është prona ime, thotë ai, unë tash e qartë, të ndihmova për kaq kohë, tani më liro pronën ta shes. Ai ka drejtë. Unë s'mund të dalë të them që është prona ime. Dhe ju trajtoheni me pension, çfarë të ardhura shkeni? Unë pensionin që marr 100.000 edhe në Muzeu Arkeologjik, të shtunë e dilë marrin mua në Muzeu Arkeologjik, roje ditën. Që punon. Se këta janë shtetëror edhe e bëjnë pushim. Ata punojnë të shtunë, po më marrin për të dilën. Dhe të dila nuk gjejnë. Ajo 100.000 lekë e pensionit dhe ato pak lekë që merr për fundjavë janë të pamjaftueshme të pagosh një qira. Po. Të gjesh një shtëpi. Po, jo, nuk e arrin, do të se mua nuk më merr privati në punë. Kam shkuar në zyre punës, thonë ti je pensioniste dhe... Ke mbushur moshën. Nuk e përballon do të punën, se privati do punë. Do, ashu, edhe mirë s'kam qenë me shëndet. Por çfarë ke menduar? Që për pak ditë mund të ngelesh në situatë? Po, tashi, në një qik gjellë më sillin motrat, se kam 2 motra aty. Edhe shtëpitë e vllajt janë aty, edhe mamaja. Se shtëpitë janë me një solet, me 2 vëllezër. Vllai vogël është në Itali dhe vllai i mesmi ishte. Dhe janë motra që të mbajnë me ushqim, gatuajnë gjellë. Më gatuajnë, kështu, më lajnë leckat, se aty s'ka rjetë. Është rjeti, pa është i prerë rjeti. Është i prerë rjeti. Edhe ujë nga motrat. Je munduar të shkosh në Bashkinë e Durrësit të kërkosh ndihmë? Duke ditur që gjendja civile ti e ke sjell nga Korça, që kur je martuar, e ke në zonën e Durrësit tani. Tani unë figuronja në Shjak, më thoshin këta, je me pasaportizim, tashi e kam hequr pasaportizimin unë. Nga Shjaku e kam bërë në Durrës. Ke kërkuar ndihmë në Bashkinë e Durrësit? Kam shkuar, por nuk e merrnin parasysh. Nuk të kanë ndihmuar. Jo, nuk ka shkuar. Ata në Shjak thoshin je ande, edhe kështu që
As andej as këte. As ata, as këta. I dashur Fiqeri, do qëndrojmë të dy së bashku në studio, pasi gazetarja ime Klaudia është prekur shumë nga kjo histori, teksa të ka dëgjuar ty, duke menduar një burr i vetëm që humbi bashorten përpara shumë viteve, u kujdes për të bijën e sëmur, kërkon të punoj dhe pse është pensionist, por nuk gjen dot punë, sa askush nuk e merr për shkak të moshës, dhe padyshim që ne sot do të ofrojmë një ndihmë që ti mos të ngelesh në rrugë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në fakt historia e 68 vjeçarit nga Korça, Fiqeri Adveslari na preku ditën e sotme, i cili tregoi se si kishte humbur bashorten nga kjo jetë, ngeli i vetëm me vajzën, u kujdes për rritjen e saj në një shtëpi të pabanueshme ku u largua dhe nipi i japi derën, por sot ai kërkon ta shesja atë banesë dhe ky moshuar, ky pensionist mund të ngelet në rrugë. Siç e thash dhe pak më parë, që historia na preku dhe padyshim që gazetarja ime Klaudia në bashkëpunim me gjithë stafin e emisionit Pa Gjurmë vendosi të telefonoj një mik të programit e emisionit Pa Gjurmë dhe konkretisht Besar Kastratin, i cili është kryetari i shoqatës Sadaka dhe ai ka ardhur në Ambient Report TV, unë dua ta ftoj. Mirë se erdhe Besar dhe të falenderoj që të kam sot në studio. Mirë se t'jesh. Dhe uroj të jesh mirë. Si je, mirë? Besarti i dashur Fiqeri është kryetari i shoqatës Sadaka, një mik i programit ton, i cili sa herë që ne kemi trokitur në shoqatën e tij dhe kemi kërkuar ndihmë për raste vërtet emergjente dhe të dhimbshme, nuk na ka thënë asnjëherë jo, dhe unë dua të falenderoj edhe publikisht Besar që sa herë kemi kërkuar ndihmë na ke ofruar. Besoj e dëgjove historinë e këtij pensionisti e dhimbshme, në mes të 4 rrugëve mund të ngelet dhe më tha që marr 100.000 lekë pension. Ka gjetur një punë në fundjavë të shtunë dhe të diel që merr pak lekë dhe askush nuk e merr në punë dhe thot çfarë do bëj unë me 130.000 lekë apo e 50 sa i vete totali, asnjë shtëpi me qira nuk paguaj dot. Nuk e di a do të na përcjellësh sot ndonjë lajm për këtë 68 Faleminderit vjeçar. për ftesën Odeta. Ngushëllime edhe zotërisë për bashkëshorten e tij. Faleminderit. Se unë e dëgjova pak a shumë rastin. Po. Ajo pjesa çfarë më preku mua ishte që zotëria sot ka një vajzë. Po. Dhe sigurisht i nevojitet një strehim. Pa çka se edhe kundrejt moshës, mosha e bën të vetën dhe nuk është i gatshëm do të thotë ndoshta që ti përballoj punët edhe sfidat për të përballë edhe me kërkesat, nevojat e një fëmije, sigurisht edhe për veten e tij. E qartë. Dhe realisht që në momentin që unë kam marrë telefonatën tuaj, unë kam angazhuar stafin tim që të interesohemi, t'ja gjejmë një shtëpi, mundohemi që t'ja mbulojmë edhe qeran për një kohë të gjatë që derisa edhe vajza ndoshta nesër pas nesër do zotit bëhet krahu yt. Faleminderit. Dhe sigurisht edhe për krahin me ushqime, veshmbathje, që është e Falenderoj. Pastaj uroj që jo vetëm unë, për te asaj edhe të gjithë shqiptarët tjerët që sensibilizohen edhe sa do pak ndihma e secilit për ty është e mjaftë. Faleminderit shumë. I dashur Fiqeri, faleminderit i thosh Besarit, i cili me njëru angazhua të gjej një shtëpi, të pagoj qiran, të pagoj një pjesë të ushqimeve që të jetë një krah i mirë ndihme për ty dhe për vajzën tënde. Faleminderit shumë. Zoti u bekoft, Zoti urojt juve. U preket, të mbushën syt me lot. Që është e vërteta duhet të falenderojmë ata të cilët janë pas që ne nuk i shohim edhe nuk i njohim ndoshta. E vërtet. Falenderojmë ata të cilët vërtet pa u dukur ndihmojnë për gjithë shqiptarët, për çdo nevojtar, dhe unë përzemërsisht i falenderoj gjithë përkrasit dhe donatorët në shoqatën time, edhe në shumë pika tjera që vërtet asnjëherë nuk na kanë lënë pas, asnjëherë nuk na kanë lënë vetëm, dhe aq më tepër na kanë përkrah dhe na janë gjendur në çdo pikë, në çdo situatë. Edhe uroj dhe lut Zotin që edhe ty Faleminderit. të gjindemi, të përkrahim dhe ta zbusim sa do pak atë Faleminderit. vështirësinë tënde. Sepse problemi që ka Fiqeriu është dhe me gjykatën, një gjë që nuk i takon Besarit, por unë të premtova që pas puntave do mundohemi të gjejmë atë vendim gjykate, nëse ka një vendim gjykate, për të folur me avokaten që shteti të vurin dispozicion dhe për të kuptuar që çfarë ka vendosur gjykata për atë çështje që ti realisht ju drejtove dhe kërkove ndihmë, kështu që ne do jemi në kontakt bashk edhe me Besarin dhe do donim që me kamrën tonë të vinim kur të vi momenti
ju të hynin atë shtëpi me qëra dhe për të dhënë lajmin e mirë dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, duke falenderuar edhe një herë nga zemra Besar Kastratin, kryetari i shoqatës Sadaka, por dhe donatorët e kësaj shoqate, të cilët ju bashkuan nismës tonë për të ndihmuar këtë 68 vjeçar dhe shumë faleminderit. Besar, dhe ajo që kuptoj jo që shqiptarët e kanë zemrën e madhe, sa herë që bëhet thirrje të gatshëm për të ndihmuar. Dhe më vjen mirë kjo gjë. Dhe lut Zotin që t'i shpërblej dhe t'i ruaj kudo që janë. Sepse është vërtet një oratë e mirë për ta, që sa do pak mundohen që ta ndajnë mirësinë e tyre, ta ndajnë edhe me familjen nevojtare. Unë e shmoj këtë gjë dhe uroj që inshallah t'ja u shpërblej Zoti në çdo hap tjetër. Faleminderit. Besar, të falenderoj dhe do doja që edhe në ditët, në javët, në muajt, në vazhdim, pa gjurmë çdo ditë të transmetim dhe çdo njëri vjen dhe troket tek ne kërkon ndihmje, rastet janë të shumta për të vazhduar bashkëpunimin ton dhe për të ndihmuar gjithë ata njerëz që kanë nevojë dhe vinë në dritaren tonë Report TV. Me kënaqësi. Të falenderoj nga zemra. Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi në minutat e fundit. Fiqëri, nuk e prisje që ditën e sotme do ishte pikërisht Besari, i cili do të jepte lajmin që nga ana jote dhe stafit, ju falenderoj shumë nga zemra, ju uroj gjithë mirat në këtë jetë, në këtë botë. Tini mirë me shëndet, ju fëmijët, kalamaj, qarkini, me gjithë familje. I dashur Fiqëri, emisioni Pa Gjurmë i mbushi 8 vite, ka hyrë në vitin e 9 në transmetim në Pa Gjurmë dhe të mendosh në 9 vite çdo ditë nga një personazh, nuk e di se sa njerëz kam takuar nga shumë zonat e Shqipërisë që kanë qenë me mua në studio. Jo të gjithë kanë marrë ndihmën e dur, jo të gjithë personat e humbur janë gjetur, sepse kjo është e kuptueshme. Kjo dritarja jonë bën maksimumin për njerëzit që vinë dhe trokasin, por për te mundësive një gazetar nuk mund të shkojë. Unë jam e lumtur që sot, le të themi, u dha një dritë jeshile për ju, një ndihmës nga Besari, ne do flasim edhe pas kuintave, do jemi me kamerën tonë, që ti të hysh në atë shtëpi me qira, të jetosh me vajzën tënde i lumtur, të kesh një paketë ushqimore çdo muaj, por pse jo, edhe ajo pjesa e drejtësisë që ti ke luftuar dhe nuk more kur një përgjigje, urojmë që me ndihmën tonë ta marrësh atë përgjigje. Mirë, faleminderit. Kështu që edhe unë kam shkuar në gjykata dhe nuk figuron dosja, gjyqi që është ashtu nuk figuron as në sistem, as në regjistër kështu. Është dukur dhe unë kam shkuar, kam takuar doktorin që e shtrovi, i kam thënë dua skedën e vdekjes, e më ka thënë që vetëm prokuroria e hap ata e merr, është e mbyllur. Se di tash ai ka dalë dosja nga kasaforta, e kanë marrë, e kanë zhdukur apo nuk di të jap një përgjigje pa patur informacioni, po bëre mirë që e the këtë gjë, sepse ajo që ne kërkojmë prej teje është emri dhe mbiemri avokates që mori përsipër çështjen tënde, që ne në privat të flasim dhe po, do ma japësh dhe pas kuindave të flasim dhe të kuptojmë situatën. Unë të falenderoj nga zemra që të pata sot në studio, uroj që të kesh jetën e gjatë dhe të jesh i lumtur me vajzën tënde dhe të bëj krenar. Ashtu i gëzuar jam nga ana juaj. Të falenderoj, do mbetemi kontakt. Mirë, dashur miq, me historinë e Fiqëriut, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit dhe bashkë do ritakojmë sërish nesër. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga Hana në të premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV.